Drejtoria vendore e Policisë Shkodër ka referuar në prokurori disa raste të ndryshme të shkeljeve penale, të konstatuara gjatë kontrolleve dhe veprimeve hetimore nga strukturat përkatëse. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor nisin procedimin penal ndaj një 15 vjeçari, i cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori për shtetasin. PSH, pasi nga kontrollet e kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e tij u konstatua lidhje paligjshme e energjisë elektrike. Po nga këto struktura u referuan materiale edhe për 2 raste të tjera. Shtetasi EM 51 vjeç ka bërë kallëzim se shtetasi MM 30 vjeç po kryen punime në një pronë për pronësinë së cilës palët janë në procese gjyqësore. Shtetasi AT 63 vjeç është konfliktuar me shtetasin EK 61 vjeç për motive të dobta. Nga ana tjetër, specialistët për sektorin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos nisin procedimin penal për shtetasin PP, pasi në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike dhe shtetasin LB, i cili ka kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të DVKM Shkodër referuan materiale në prokurori për shtetasin PSH 50 vjeç, banues në Durrës, i dyshuar për veprën penale kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror. Materialet proceduriale për të gjitha rastet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.